Kjo lidhja vëllezër, lidhja vllazërore, është lidhja më e fuqishme që ekziston në jetën e kësaj bote. Allahu thot innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Po ashtu thot pejgamberi el muslimu akhul muslim, muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimuhu, nuk i bën padrejsi, wala yakhdhuluhu, nuk e lën balt me çka i ndal ndim. Wala yuslimuhu, nuk e dorëzon çka te armiku. Po ashtu thon kunu ibadallahi ikhwana, bëhuni o robër të Allahut vëllezër të mirëfill, ka thënë pejgamberi çka mes vete. E çka është vëllezër lidhja më e fortë mes muslimanëve mes besimtarëve. Për arsye ka treguar Allahu në Kur'an se për shkak të kësaj lidhje, për shkak të këtij besimi, edhe engjëjt që janë në qiell lutën për ty vëllezër. Që Allahu më të fal, më të fal gjunat, Allahu më të udhëzo ty, familjen tënde, pasardhësit tu, bashkëshortët e shka dhe gjithë me kanë pastaj në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Që kjo lidhje vëllezër është më e fortë se sa lidhja e gjakut. Shkon e kemi raste shumëta pra të historisë islame, pra që kjo lidhja i ka bërë bashkë dhe shkon e sahabit edhe pse kanë pas çka prejardhje ndryshme. Komsi ndryshme. Bilali ka qenë çka zak i Afrikës. Suhejbi Rumi, Bizantini, Selmani ka qenë el Farisi, më çka pers. Megjithatë kanë qenë vëllezër mes vete, e kanë dashur shumë njëri tjetrin, edhe na i dojmë vëllezër. Pa më parasysh pse nuk janë çka të komsisë tonë, edhe nuk janë gjakut tonë. Edhe kur përmendim çka themi, radhiyallahu anhum. Edhe kështu ka më vazhdu deri në ditën e Kiametit. Vazhdimisht muslimanët kanë më thënë radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa në anën tjetër shikoj vëllezër, Ebu Lehebi, axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pozitë më ashka me prejade shumë fisnike, me pozitë lanë shoqëri, e ka mohu imanin, e ka mohu besimin, e ka përgjigjëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka sjell dobi kurrë vëllezër. Pozita, pasuria që ka pas, fëmia që ai ka pas. Mirë po kundërse Allah ka zbrit surën që ka me kanë përgjithsisht ai dhe bashkëshorti i tij zjarrin e xhehenemit. Von afërsia e gjakut me pejgamberin sa nuk e ka sjell vëllezër kur far dobi. Si shoare kemi sqaruar vëllezër këtë hadith, ku thot pejgamberi sa men batta bihi amaluhu, kana lam rapa puna, lam yusri' bihi nasabu. Nuk e shtyn përpara çka prejardhja e tij. Shton ngjarja e Nuhit pashtu shkon vëllezër në Kur'an e përmend Allahu. Kur ka ardhur vërshimi, shkon djali i tij ka qenë prej mohuzëve, nuk i ka besu. Ka thonë ja bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. O djali im, hajde me neve, ka thonë. E ka thirr në momentet e fundit, nuk është dorëzu. Mos shko me jo besimtar. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Ka thonë jo, në zvim me ty nuk kam me hyb majet malit atje dhe s'kam mund përfshi ka ujë. Edhe ashtu duke qenë duke bisedu thot Allah fa hala bainahum al-maut. I ka përfshi domethën vala fa kana min al-mughraqin. Edhe ka qenë mesin e atyre që kanë vdek në ujë Allahun. E tash Nuhu vëllezër alayhis salam e ka lutur Allahun me edukat, edhe ka thonë o Allah, ban kuptimi ajetë domethën inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Djali im është prej familjes time, e padyshim që premtimi yt është i vërtetë. Wa anta ahkamul hakimin. E ti je don gjykatësi më i drejtë. Von ka dash me thonë o Allah, ti më ke premtuar se ki më mshtu mua dhe familjen tem. Po djali domethën që shkoi domethën mesin e jo besimtarëve. Kur vëllezër Allahu e ka çortu. Thon ja Nuh innahu laysa min ahlik. Ai nuk është prej familjes tane. Edhe pse është djali jot. Innahu amalun ghayru salih. Kjo që apo thuti nuk është punë e mirë me bë. Në një vers kirajet tjetër ka thonë, nëse ja ndrojmë zanoret, innahu amila ghayra salih. Sa i ka bë punë jo të mira. On ka qenë çka prej jo besimtarëve. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Andaj mos kërko prej meje gjana për cilat nuk i dituri, ka thonë Allah. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ka thonë para lajmëroj Allah ki kujdes mos je nga ignorantët po. Edhe pastaj Nuhu alayhis salam do thonë ka kërku falje dhe dhani ka rapi shumë për këtë kërkesë që ka bë. Shkon edhe djali i pejgamberit, mirë po nuk i ka besu, edhe domthonë është bë ibret, është bë mësim për njerëzit deri në ditën e Kiametit, pse nuk ka qenë vëllezër çka besimtar. Nuk i ka bë dobi kur çdo lidhja gjakut që ka pas me babën e vet.